Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Falënderimet tona të sinqerta ja dedikojmë Allahut, krijuesit, furnizuesit, harmonizuesit të kësaj gjithësie, atij i cili na krijoi në formën më të bukur, na dha intelekt në mënyrë që të dallohemi nga gjallësat e tjera. Ai i cili në dorën e tij është çdo gjë çka ka brenda qiejve dhe tokës. Ai i cili krijoi malet, yjet, qiejt, galaktikat e ndryshme, të gjitha këto vetëm për të mirën e njeriut. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Zotit qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në takimet tona javore me tematikën kryesore të cilën e kemi titulluar "Me trego për Islamin". Dhe kemi hyrë në shtjellimin e një ngjarje e cila ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me një beduin nga shkretira, i cili vije tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulet afër tij dhe e pyet, i thot: "O Muhammed, më trego për Islamin". Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet: "El-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah". Islami është të dëshmosh në dy dëshmit e vërteta, që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe vazhdon përgjigjja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj këtij beduini pas shahadetit: "Wa an tuqima as-salah". Dhe Islami është pas shahadetit ta falësh namazin. Kushti i dytë i Islamit sipas kësaj përgjigjeje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na del në pa se është namazi, falja e namazit. E për këtë term keni dëgjuar të gjithë. Këtë term e njohin edhe ju besimtarët. Këtë term e njohin edhe pjesëtarët e fejve të tjera. Namazi, prej emrave më të bukur të përdorur nga gjuhët tona. Namazi, lidhja me Allahun azza wa jall. Namazi, komunikimi me krijuesin absolut, Allahun subhanahu wa taala. Namazi, atëherë kur kam brenga, atëherë kur kam telashe, atëherë kur mendoj që është ngushtuar dhe janë ngushtuar rrugët e jetës. Namazi, lidhja, mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj namazi, të nderuar vëllezër dhe motra, siç dihet mirë, është kushti i dytë i Islamit më i rëndësishëm pas shahadetit. Namazi është shtylla kryesore e dinit Islam. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Buniyal Islamu ala khamsin. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. E para, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, shahadeti. E dyta, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bejt, men istata'a ilayhi sabila. Pra, Islami është ndërtuar mbi këto 5 shtylla: shahadeti, namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi. Dhe në këtë hadith e kuptojmë se namazi është shtylla e dytë më e rëndësishme në Islam pas shahadetit. Andaj, namazi është
drita e syve për besimtarët. Namazi është ndriçuesi dhe shpëtuesi i njeriut në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Namazi është kënaqësia dhe lezeti kësaj bote për ibadetxhiun dhe adhuruesin. Namazi mbetet njëra prej gjërave më të bukura, më të famshme, më madhështore që e ndjen besimtari musliman dhe besimtarja muslimane. Namazi është identifikimi çdo muslimani dhe muslimanes. Zatën, pa namaz është vështirë muslimani të identifikohet me ndonjë letërnjoftim. E mund të themi lirisht se letërnjoftimi i muslimanit dhe muslimanes është namazi. Andaj, edhe dallimi mes neve dhe pabesimtarëve qëndron pikërisht në kushtin e parë dhe të dytë, në shahadet dhe kushtin e dytë namazin. Dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Me të vërtetë perdeja, pengesa, muri i cili na ndan neve me ju besimtarët është falja e namazit. Andaj kush e ka lënë, ja ka mohuar vetvetes identifikimin me Islam. Kush e ka lënë namazin, ja ka mohuar vetes identifikimin me Islam. Për këtë arsye, pra të nderuar vëllezër, namazi është obligim, farz ain, obligim individual për çdo musliman dhe muslimane, të cilët kanë hyrë në moshën madhore, janë të kthjellët nga mendja e tyre, nuk janë të imponuar. Namazi për ta është obligim, pra për çdo besimtar dhe besimtare. Allahu subhanahu wa taala në shumë prej ajeteve kuranore na urdhëron të gjithë neve duke na thënë: "Wa aqimus salata wa atuz zakah." O robi im që unë ta kam zbritur këtë Kur'an, shpesh unë po të thras dhe po të them: fale namazin dhe jepe zakatin. Dhe kur Allah azza wa jall na thret të nderuar vëllezër dhe motra për diçka në Kur'an, duhet t'i hapim veshët mirë dhe t'i hapim syt mirë, sepse është diçka shumë e rëndësishme që Allah azza wa jall na don të mirën përmes kësaj thirrje. E shumë prej thirrjeve të Kur'anit janë që ta falim namazin dhe që ta japim zakatin. Andaj fjala namaz në gjuhën arabe emërtohet me emrin as-salah, dhe kuptimi parsor i fjalës as-salah në gjuhën shqipe është dua, lutje. Pra namazi në esencë ka kuptimin e duas dhe lutjes. Për këtë arsye Allah azza wa jall thot: "Wa salli alehim inna salataka sakanun lahum." Dhe ti Muhammed lutu, ban salli alehim, ban namaz, ban dua, është për qëllim ban dua për ta, nga se duaja dhe lutja jote do të jetë qetësim për ta. Andaj kuptimi parsor i namazit as-salah në gjuhën arabe është për qëllim duaja dhe lutja. Pse është quajtur kështu me termin dua? Për shkak se shumica e veprimeve gjatë namazit dhe brenda namazit janë lutje dhe dua. Andaj e ka marrë emërtimin as-salah sepse pjesa dërmuese e veprimeve që bëhen në namaz kanë të bëjnë me lutje dhe me dua. Kurse në kuptimin terminologjik islam, namazi është një adhurim për hatër të Allahut subhanahu wa taala, me fjalë dhe veprime të caktuara, duke filluar me tekbir dhe duke përfunduar me selam. Ky është definicioni sheriatik i namazit. Pra, namazi është adhurim i veçantë dhe bëhet për hatër të Allahut azza wa jall, dhe nuk bëhet për hatër të dikujt tjetër, sepse pastaj Allahu nuk e pranon atë. Dhe ka fjalë dhe veprime të caktuara. Fjalë sepse në të këndohen suret të veçanta të Kur'anit famëmadh, dhe në to gjithashtu përkujtohen disa prej lutjeve të veçanta, kur njeriu bjen në ruku thot subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 herë. Pra është një dhikr dhe lutje e caktuar. Dhe pastaj kur ngritet semi Allahu liman hamida, është dhikr i caktuar. Dhe kur bie në sejdë thot subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la
3 herë, pra është dhikr i caktuar, pastaj në tehijat e thotë tehijatin, i thotë selavatet, duat e kështu me radhë. Pra këtu janë fjalë të caktuara me cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë sallu kama raaitumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Dhe pjesa tjetër e definicionit, përveç fjalëve të caktuara, ka veprime të caktuara, që është ngritja e duarve, veprimi i caktuar, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të nderuar vëllezër, lidhja e dorës së djathtë mbi të majtën, gjithashtu rënja në ruku dhe drejtimi i shpinës tonë në ruku, pastaj ngritja nga rukuja, pastaj rënja në sejdë me 7 pjesë me gjymtyr të trupit, e kështu me radhë, ngritja e gishtit në tehijat. Të gjitha këtu janë veprime të caktuara që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky namaz fillon me tekbirin e parë dhe pastaj përfundon duke jap selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pra, ky është definicioni i namazit. Andaj, namazi të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është vepra më e mirë pas shahadetit, pas hyrjes në islam që është si karta kryesore e islamit. Për këtë arsye transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ejul ameli afdal, cila është vepra më e mirë tek Allahu azza wa jall? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha. Në një transmetim tjetër, as-salatu ala waqtiha. Namazi në kohën e caktuar, në kohën e vet. Thumma pastaj cila? Thumma birrul walidain. Pastaj respekti ndaj babës dhe nanës. Thumma pastaj cila? Thumma el jihadu fi sabilillah. Pastaj jihadi, lufta dhe sakrifica në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, nga ky hadith kuptojmë që prej veprave më madhështore tek Allahu azza wa jall, edhe për te jihadi dhe respekti ndaj babës dhe nanës, është rënja në sejdë për atë i cili të krijoi ty, e ka krijuar babën dhe nënën tënde. Andaj, namazin e kohën e caktuar. Allahu azza wa jall na thot në Kur'anin e famëmadh, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Më të vërtet namazi për besimtarët është në kohën e caktuar që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe dihet mirë sipas sunetit pejgamberik, është caktuar koha e mëngjesit, të sabahut, pastaj koha e drekës, pastaj koha e ikindits, e akshamit, jacis e kështu me radhë. Andaj të gjitha këto kohë pra janë të caktuara me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj obligohet nga çdo musliman dhe muslimane që ta falë namazin në kohën e caktuar të tij, sepse kjo është pjesa më e lavdueshme e faljes së namazit. Dhe Allahu subhanahu wa taala do t'i dënoj një pjesë të njerëzve të cilët e shtyen namazin nga koha që e ka caktuar Allahu azza wa jall. Për këtë arsye Allah azza wa jall në surën Maryam na thot kështu: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. E pas të mirave, erdhen disa pasardhës të këqij, që e lanë namazin dhe u dhanë pas kënaqësive trupore, e më vonë ata do të hidhen në ghaja. Kur e kanë komentuar dietarët e Kuranit çka është ghaja, kanë thënë është një lugin e xhehenam, ku do të dënohen njerëzit të cilët e kanë harruar dhe kanë shtyer namazin nga koha e tij, pra drekën e kanë fal, masi ka hi ikindin e kanë fal, pasi ka hi akshami kështu me radhë, pra nuk e kanë falur brenda kohës kur lejohet falja e namazit të drekës, ikindis e kështu me radhë. Andaj obligohemi që këtë namaz, që neve konsiderojmë shumë të përzemërt, që neve konsiderojmë shpëtim, duhet ta falim në kohën kur Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur me ne. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, këtë namaz, këtë term të bukur, që zemra e besimtarit dridhet kur e dëgjon, dhe se ne nuk do ta kishim shijuar bukurinë e Islamit po mos ta kishim këtë namaz. Edhe se identifikimi muslimanëve është përmes namazit. Allahu azza wa jalla ka bërë obligim mbi 7 palë qiej. Të gjitha obligimet e tjera i ka bërë në tokë, kurse
faljen e namazit Allahu Azza wa Jalla bëri obligim mbi 7 palë qiej, që tregon për rëndësinë dhe vlerën që e ka namazi. Andaj, siç transmetohet në transmetim të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur udhëtoi në natën e Isras dhe Mirajit, për një pjesë të natës, dhe kur u ngrit në Miraj për të shkuar në Sidratul Muntaha, në qiellin më të lartë, takoi Musa alayhis salam dhe pejgamberi sallam në atë natë pa shumë gjëra, shumë njerëz të cilët dënoheshin, morri shumë informata. Dhe kur shkoi dhe takoi Musa alayhis salam, i tregoi që Allahu Azza wa Jall ja ka obliguar 50 kohë namaz. Musa alayhis salam duke pasur përvojë me popullin e tij, dhe duke ditur që umetet, popujt nuk mund të falen të gjitha ato namazet, tha, shko o Muhammed dhe lutë Allahun Azza wa Jall që ta lehtësoj dhe ta zbres numrin prej 50 me pak. Shkoi pejgamberi alayhis salam, e luti Allahun Azza wa Jall zbritin e 45. Pastaj u kthye tek Musa, tha, shko se janë shumë, lutë Allahun që ta lehtësoj dhe ta shkurtoj namazin, numrin e namazeve. Shkoi e luti në 40, 35, 30 derisa erdhën në 5 namaze. Përsëri Musa i tha, shko sepse unë nga përvoja popullit tim ata nuk do t'i falen. Dhe pastaj tha pejgamberi sallam, kam turp që të shkoj dhe ta lutë Allahun Azza wa Jall, andaj edhe kështu edhe përfundoi legitimiteti me 5 namazet duke pasur shpërblimin e 50 namazeve me lejen e Zotit fuqiplot. Namazi, të nderuar vëllezër dhe motra, është shpëtim për mua dhe ty. Dhe njëra prej cilësive të para që Allah Azza wa Jall dëshiron neve të na cilësoj si besimtar, është çështja e namazit. Thot Allah Azza wa Jall në surën Mu'minun, në fillim të kësaj sureje, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët në namazin e tyre janë të përqendruar, janë të përulur. Pra, njëra prej cilësive të para të besimtarëve është se ata e falin namazin dhe janë të përulur, të përqendruar gjatë faljes së namazit. Andaj, pra, njëra prej kushteve që e kanë nxjerrë dietarët është që njeriu të qetësohet, të përulet në namaz dhe të koncentrohet. E disa prej dietarëve kanë bërë edhe si kusht të namazit përqendrimin dhe koncentrimin, pra koncentrimin në namaz. Andaj, kemi raste nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka çortuar njerëz të cilët e kanë falur namazin shpejt. Për këtë arsye një ditë prej ditësh hyn një person tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fillon që ta fal namazin. Dhe fillon që ta fal dhe e fal e përfundon namazin. Vjen tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot Muhamedit alayhis salam, salli fa innaka lam tusalli. Falu, shko falu përsëri sepse ti nuk je fal. Shkon personi, e fal përsëri namazin, jap selam dhe kthehet. Përsëri pejgamberi alayhis salam thot, shko falu fa innaka lam tusalli sepse ti nuk je falur. Përsëri shkon dhe jap selam, përsëri shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot Muhamedit alayhis salam, shko falu sepse ti nuk je falur. I thot, ja Rasulullah, vallahi unë nuk di të falem ndryshe përveç se kështu. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, idha qumta ila salati, kur dojsh me fal namazin, fekebbir waqra ma tayassara min al-Quran. Merr tekbir dhe lexo çka të lehtësohet prej Kur'anit fa më madh. Thumma rka hatta tatma'innu raki'a. Pastaj bir në ruku derisa të qetësohesh sa je në ruku. Pastaj ngritu nga rukuja derisa të qetësohesh. Pastaj bir në sejdë derisa të qetësohesh në sejdë. Pastaj ngritu dhe qetësohu. Pastaj bir përsëri në sejdë dhe qetësohu. Pastaj deri kështu në fund namazit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Kështu me qetësim dhe me përqendrim dhe të përulur bëje veprimin pra në krejt namazin. Që nën kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ktheu këtë person, pra sepse u fal shpejt dhe u nxitua, e është rrezik që Allah azza wa jall mos ta pranoj namazin ton kur nxitohemi, andaj edhe duhet të jemi pra të përqendruar. Gjithashtu, të nderuar vëllezër dhe motra, ju të cilët e falni namazin, por edhe ju të cilët jeni në mëdyshje, a ta falni a mos ta falni.
Dhe ju të cilët keni dëshirë ta falni, por brengat e dunjas dhe lakmia për këtë botë ju distancoj nga falja e namazit, nga kjo mrekulli shpirtërore që ndjen besimtari dhe besimtarja. Pyetja e parë që do të bëhet nesër, kur do dal unë dhe ti para Zotit fuqiplot. Nuk do të jetë sa pasuri ke pasur. Nuk do të jetë sa evlad ke pasur. Nuk do të jetë çfarë pozite ke pasur. Por do të jetë awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Çështja e parë për cilën do të pyetemi është a e ke fal namazin. Nëse namazi ka qenë mirë, të gjitha veprat do të jetë e lehtë për të pranuar te Zoti. Nëse namazi nuk ka qenë ekzistent në zemrën dhe në veprimet e tua, do të jetë e vështirë pranimi i veprave të tjera tek Allahu Azza wa Jall. Sepse namazi është pika fillestare e mirënjohjes ndaj krijuesit tënd. Një person shkon tek doktori i syve dhe e kontrollon një plak të shtyrë në moshë dhe për një orë i kërkon 80 euro si pagesë. Plaku fillon që të çaj. Dhe i thot doktori, nëse nuk ke mundësi, o migja ynë, neve do të lirojmë prej pagese. Tha nuk po çaj për pagesë, por po çaj sepse 80 vite jetova dhe shikova me bukurit e syve të cilat më ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Allahu nuk më kërkoi ndonjë pagesë apo shpagim për këto begati që mi dha, kurse ti për një orë mi kërkove 80 euro. Andaj, namazi është mirënjohje ndaj Allahut Azza wa Jall. Për gjitha këto të mira dhe bukuri dhe mirësi me cilat ka pajisur ty. A meriton që t'i kthehet shpina atij? A meriton të nderuar vëllezër dhe motra që t'ja kthejmë shpinën Allahut Azza wa Jall? Dha evlad, dha bukurinë e pamje, dha fuqi, dha shëndet, frymon me frymën e Allahut Azza wa Jall që ta ka dhënë, ec me fuqinë e Allahut Azza wa Jall që ta ka dhënë, dhe shkel në tokën e Allahut që e ka krijuar, dhe thith prej ajrit që Allahu Azza wa Jall ka krijuar për ty, dhe pandemia na tregoi shumë mirë se çka është rëndësia e ajrit që e marrim dhe e thithim. A meriton Zoti që t'ja kthesh shpinën dhe mos ta takosh atë çdo ditë 5 herë në ditë? Ai Allahu meriton ma shumë se kaq. Andaj, logjikoje ti që nuk falesh. Mendoje fuqishëm. Mendoje në vetveten tënde. Mendoje në begatit që të rrethojnë. Se a meriton Allahu që ti biesh ti në sejdë atij. Andaj pyetja e parë që do të bëhet është a ke fal namazin? Për këtë arsye pra, namazi është prej pyetjeve më të rëndësishme. Sikurse që një profesor e vendos që njëra prej pyetjeve në provim do të jetë me pikët më të larta. Të gjitha pyetjet janë dhe përgjigjet janë me 10 pikë, kurse pyetja kryesore është 30 pikë. Në qovë se ti nuk e ke mësuar pyetjen me 30 pikë, është rrezik që të biesh nga provimi. Kështu është me punën e namazit në ditën e gjykimit. Pikët më të mëdha do t'i ketë namazi. Peshorën më të madhe për ty dhe për mua do t'a ketë namazi. Andaj, kujdes, mos e neglizho, mësoje, praktikoje, dhe nëse s'ke filluar që të falesh, nisja, falu për hatër të Zotit fuqiplot, që ti jesh i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të rikthyer, për të elaboruar një prej gjërave më të bukura që neve na ndodh si musliman dhe muslimane, namazin. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se rikthehemi në takimet tona, ku jemi duke elaboruar për objektivat dhe rëndësinë dhe vlerën që e ka njëra prej shtyllave kryesore të Islamit, falja e namazit. Tham që namazi do të jetë pyetja e parë që do të bëhet secilit prej neve në ditën e gjykimit. E para se të shkojmë tek dita e gjykimit,
të rikthehemi në vlerën e tij në jetën e kësaj bote. Për ata të cilët e ndjejnë dhe veprojnë këtë ibadet të shumë të rëndësishëm. Namazi, përveç që është ndjenje bukur shpirtërore, lidhje dhe komunikim me Allahun xhelle xhelalu, mirënjohje ndaj tij, është pastrim nga mëkatet të cilat i bëjmë përgjatë ditëve, përgjatë javës, përgjatë muajit, përgjatë vitit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë në njërin prej haditheve të vërteta: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a kaffaratun lima bainahuma." Fa pas kohët e namazit dhe xhumaja deri në xhuman tjetër janë shlyse e mëkateve, çka do të ndodhë prej mëkateve mes tyre, pra prej xhumas në xhuman tjetër ose prej një namazi në namazin tjetër. Që nënkupton se falja namazeve i shlyen gabimet që i bëjmë brenda tyre, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma lam tughshal kabair, përderisa mos bëj gjunahe të mëdha. Pra namazi i shlyen mëkatet e vogla, kurse mëkatet e mëdha përveç namazit i shlyen edhe veprat e tjera dhe pendimet tek Allahu subhanahu wa taala. Namazi është një terapi psikologjiko-shpirtërore. Në qoftë se tu është ngushtuar jeta, në qoftë se ki brenga, ki borxhe, ki telashe, në qoftë se mendon se je i nënvlerësuar dhe ta kanë kthyer shpinën që të gjithë, në qoftë se mendon se nuk do të arrish kurrë në këtë jetë sukses, lidhu me Allahun. Vrapon në namaz. Sepse Allahu kështu na thirrë: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Tha, kur t'ju godet ndonjë fatkeqësi apo sprov, ndihmohuni me sabër, durim dhe me namaz. Ndihmoni me sabër, durim dhe me namaz. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a." Robi më së afërti me Zotin e tij është kur është në sejdë. Bëni lutje dhe dua, sepse Zoti do t'ua pranoj ato lutje për t'i larguar brengat e juaja. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që kishte brenga, sa herë që mërzitej, sa herë që trishtohej nga luftrat dhe armiqësitë ndryshme që i kishin politejset e Mekës, vramponte në namaz, qetësohej në namaz. Dhe gjithë mllëfin që e kishte e shfrynte duke ju lutur Allahut azza wa jall dhe pastaj ashtu edhe lehtësohej. Namazi, të nderuar, është përveç pastrim shpirtëror dhe psikologjik, është edhe një terapi fizike pastruese. Pra namazi është një pastrim fizik i trupit e njerëzit, ku përmes abdestit ton 5 herë në ditë dhe faljes së namazit, neve e mbajmë higjienën të pastërt, i mbajmë gjymtyrët e trupit të pastërta, gjë që nuk ndodh tek pjesëtarët e fejve të tjera. Andaj rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A e shihni sikur të ishte një lum tek dera e secilit prej jush, dhe njeriu të pastrohet në atë lum 5 herë në ditë, a do t'i mbetej ndonjë papastërti në trupin e tij?" I thanë: "Jo, ja Rasulullah, nuk do t'i mbetej, sepse 5 herë në ditë është shumë." Pra kështu është çështja e namazit. Allahu azza wa jall i pastron njerëzit nga mëkatet. Përveç se i pastron kuptimin fizik që marrin abdest për çdo namaz, i pastron edhe nga mëkatet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që para çdo namazi ti pastrojmë dhëmbet. Dhe tha kështu: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah." Tha, sikur mos ishte e vështirë për ummetin dhe popullin tim, do t'i urdhëroja me pastrimin e dhëmbëve me mizvak për çdo namaz. Për çdo namaz. Andaj, shikojeni se sa jep rëndësi Islami pastërtisë para se ta madhërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, namazi është antibiotik kundër cytjeve të shejtanit. Është
luftues i fuqishëm nga cytet e shejtanit dhe mashtrimet dhe kurthat e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar që njeriu kur flen, ai lidhet me 3 nyje nga shejtani i mallkuar. Kur të zgjohet dhe përkujton Allahun azza wa jall, i zgjidhet një nyje. Kur ngritet dhe merr abdest, i zgjidhet nyja tjetër. Dhe kur të fillon që ta fal namazin dhe përkujton Allahun azza wa jall, i zgjidhen të 3 nyjet dhe kështu njeriu atë ditë bëhet produktiv, aktiv dhe një shpirt i qetësuar, e në qoftë se nuk e fal namazin, do të jetë një shpirt jo i qetësuar, një shpirt i keq në adit, dhe nuk do të jetë, pra nuk do të shkoj dita mbar, dhe këtë e kemi provuar të nderuar vëllezër besimtar, që njeriu kur ik një namaz, sidomos namazi sabahut, në adit nuk është i kënaqshëm. Adit nuk e ecë dita mirë, sepse ka thyer një prej urdhrave të Zotit fuqiplot. Atëherë koncentrohemi në tematikën kryesore që e kemi pra për objektivat e namazit. Cilat janë qëllimet kryesore të këtij adhurimi, namazit? E para, qëllimi kryesor i namazit është përkujtimi i Zotit, i atij i cili na krijoi. Kjo është prej qëllimeve më madhështore. Siç Allah azza wa jall thot në surën Taha, Allah azza wa jall thot: "Wa aqimis salata li dhikri", dhe falet i namazin për të më përkujtuar mua. Pra në kupton që njëra prej dhikreve, njëra prej përkujtimeve më të mira të Allahut azza wa jall është falja e namazit. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu na paralajmëroi se njeriu në jetën e kësaj bote duhet ta braktisë çdo gjë që e largon nga Allahu kur vije puna të namazit. E sidomos në namazin e xhumas kur njerëzit janë për tregti të ndryshme, në për puna të ndryshme, Allah azza wa jall thot: "Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'." Tha, kur thirret ezani për namazin e xhumas, nxitoni në përkujtimin e Allahut azza wa jall, pra në namaz, dhe largojuni tregtisë. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve, më shpëtuese, më pastruese për shpirtin tuaj. Në qoftë se ju e keni kuptuar tashmë. E ka prej njerëzve që ende se kanë kuptuar, pritet që ta kuptojnë. E lutim Zotin vëlla dhe motër e nderuar, që ti nuk e fal namazin dhe të distancon nga namazi, jeta e kësaj bote dhe kënaqësitë e kësaj bote, ta kuptosh qartë se namazi është i pari, e pas namazit vinë edhe gjërat e tjera. Gjithashtu, prej objektivave kryesore të namazit është pendimi. Neve nëpërmjet namazit i lutemi Allahut azza wa jall që të na i falë mëkatet që i kemi bërë më herët. E lutim Allahun azza wa jall që të bëhet sebeb dhe shkak namazi që Allahut na pastrojë nga gjunahet. Dhe gjatë namazit neve pendohemi, ndonjëherë edhe syri lëton nga gabimet të cilat i kemi bërë në raport me Allahun, në raport me njerëzit, dhe i kemi bërë zullum vetvetes. Andaj, mbetet namazi njëra prej pozicioneve më të bukura ku njeriu i bjen peshman dhe kërkon falje dhe pendohet tek Allah azza wa jall për gjunahet që i ka bërë. Gjithashtu, prej objektivave kryesore të namazit është dorëzimi dhe nënshtrimi para Allahut azza wa jall. Dhe jo rastisht namazi është njëra prej shtyllave kryesore të Islamit, që kemi thënë se Islami është dorëzim dhe nënshtrim, andaj ka ndërlidhje të fuqishme, sepse edhe namazi është një lloj dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj urdhrave të Allahut azza wa jall. Dhe siç dihet mirë, sabri është disa llojesh, durimi është disa llojesh. Njëra prej llojeve të fuqishme të sabrit është edhe sabri në ibadete. Pra, për tërë jetën, ne e kemi obligim që ta falim namazin derisa të na zej vdekja. Edhe nëse jemi të semur, e kemi obligim namazin. Edhe nëse jemi në udhëtim, e kemi obligim namazin. Edhe nëse jemi agjërueshëm, e kemi obligim namazin. Pra nuk largohemi nga obligueshmëria e namazit. Andaj don sabër, don durim, don vullnet të çelikt dhe don besim në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej objektivave të rëndësishme të namazit, qëllimeve kryesore është edhe lidhja me xhamin. Ku njeriu përmes faljes së namazit me xhamat lidhet me shtëpinë e Allahut azza wa jall. Lidhet me një prej simboleve më të rëndësishme në dinin islam. Lidhet me atë vend dhe nesër në ditën e gjykimit, lidhja me xhamin do të jetë sebeb dhe shkak që njeriu të hyjë në hijen
e arshit Allahut azza wa jalla në ditë kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. Pra kush është ai person? Një person i ri që zemra e tij është lidhur me xhamin. Andaj xhamit janë vende ku qetësohet zemra e besimtarit. Janë vende ku njeriu mediton. Janë vende ku njeriu lexon fjalën e Allahut. Janë vende ku njeriu mund të bëj sevape të ndryshme dhe nëse fillon që ta pastroj xhamin. Ashtu siç kanë bërë shumë prej gjeneratave të para të cilët kanë qenë kujdestarë të xhamisë. Dhe kanë konsideruar një prej privilegjeve më të mëdha për kujdesjen ndaj xhamive. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se xhamit duhet mirëmbajtur dhe se këto janë ndërtuar vetëm për të adhuruar Allahun e jo për diçka tjetër. Andaj një ditë hyn një person në xhami dhe urinon në xhami. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dëshirojnë që ta godasin fuqishëm, sepse e përdhosi shtëpinë e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e morri dhe i largoi shokët e vet. Dhe i tha largohuni. E morri dhe i tha o djalë i mirë. Këto janë shtëpijat e Allahut. Janë ndërtuar për të adhuruar Allahun, për të lexuar Kur'an dhe për ta përkujtuar Zotin dhe për ta falë namazin. E jo për këtë veprim që e bëre më herët. Por forma si e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte nxitse. Ishte përmisuese. Andaj edhe u pendua ky djalosh edhe tha Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. O Allah më fal mu dhe Muhammedin, e ata atje hiç mos i mshira. O Allah më shira mu dhe Muhammedin, e ata djemt atje që dashten me më godit, mos i mshira fare. Pra shikojeni se çfarë përmisimi dhe çfarë metode kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallam me të dëgjuar se një grua zezake e cila e pastronte xhamin çdo natë, kishte vdekur, nuk e kishin lajmëruar, u zemrua shumë pejgamberi sallam. Dhe tha me tregoni ku e keni varrosur. Dhe shkoi dhe ja fali namazin e xhenazës natën, si shenjë respekti ndaj asaj grua e cila e pastronte xhamin dhe shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, namazi njëra prej objektivave kryesore është që i bashkon zemrat dhe shton dashurinë mes muslimanëve. Vetë legitimiteti i namazit me xhamat, ku 25 apo 27 herë është më i vlefshëm se namazi vetëm, tregon për rëndësinë e bashkimit dhe të bimit mes muslimanëve. Renditja në safa dhe bashkangjitja krah për krah me njëri tjetrin tregon për afërsinë që duhet ta kenë muslimanët me njëri tjetrin. Andaj nuk i takon një namazliu që vjen në xhami e ti urrej muslimanët, sepse qëllimi kryesor i namazit është bashkimi dhe dashuria mes muslimanëve. Andaj është e turpshme që një namazli të vjen në xhami dhe të shikoj me fytyrë të mrolur besimtarët musliman, që të mos ju jap selam atyre. Kush e bën kët nuk e ka kuptuar qëllimin e namazit dhe është rrezik që Allah azza wa jall mos ia pranojë namazin e tij, sepse prej objektivave kryesore të namazit është bashkimi dhe dashuria që duhet shtuar për muslimanët. Andaj kush e bën të kundërtën, ai më të vërtet nuk mund ta ketë namazin në rregull, Allahu na fal. Gjithashtu, prej objektivave kryesore të namazit është se namazi sjell sistem jetësor. Në momentin kur aty vendoset një imam, një pres, një epror, që u prind të tjerëve me veprime të caktuara, tregon që ne në botë, ne në jetë duhet të kemi epror, duhet të kemi dikë që na udhëheq në mënyrë që të shkojë sistemi jetësor në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj ju'ila al-imamu li yu'tamma bih. Është bërë imami për ta pasuar atë. Kur ai merr tekbir, merrni dhe jo. Kur bjen ruku, bjeni dhe jo. Kur bjen në sejdë, bjeni dhe jo. Tregon për një sistem që duhet ta kenë muslimanët në jetën e tyre në aspektin e udhëheqjes. Gjithashtu, pra dhe përparësi të dalë imam, siç dihet mirë botërisht, është ai i cili ka leximin më të bukur, por tek dietarët e Islamit është komentuar leximi më i bukur si kuptimi i thellë i Islamit. Pra të jesh faqih, të dish dispozitat e namazit, andaj ky ka përparësi i pari, pastaj ai i cili din përmendsh dhe din të lexoj me tajwid, pra me bukur lexim të Kuranit, e pastaj vazhdojnë pra kategoritë e tjera në përparësi për faljen e namazit. Dhe në fund të nderuar vëllezër, prej objektivave ndërsa ka edhe të tjera, prej objektivave kryesore të namazit është se namazit largon nga punë të këqija dhe ta afron tek punë të mira. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi largon nga punë të këqija
dhe të tërheq nga punët e mira që i dënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, nuk shkon edhe namazli edhe dallavërgji. Nuk shkon edhe namazli edhe duke gëny. Nuk shkon edhe namazli edhe duke mashtru. Nuk shkon edhe namazli edhe urrejtës i muslimanve. Nuk shkon edhe namazli edhe të mos i japësh selam muslimanve. Këto kur sot apo nesër nuk do të bashkohen tek zemra e besimtarit të vërtet dhe besimtares së vërtet. Andaj, në qoftë se e ke namazin, e ke edhe rahmetin. Në qoftë se e ke namazin, e ke edhe sinqeritetin. Në qoftë se e ke namazin, e ke edhe butësin. Në qoftë se e ke namazin, e ke edhe mëshirën ndaj besimtarëve dhe besimtarëve muslimane. Andaj, vetëm kështu, ne e dim që Allahu po e pranon namazin ton. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, do t'i përmendim disa shembuj të shkurtër se si përqendroheshin gjeneratat e para në faljen e namazit. Transmetohet nga Ibn Mubareku, se thonte kështu: "Sallaitu 40 sanatan, wallahi ma sallaitu khalfa dhahri insanin qat illa al-imam." Jam falur për 40 vite me radhë. Wallahi, për Allahun, nuk ja kam pa shpinën dikuj për 40 vite përveç shpinës e imamit në namaz. Që i bjen se gjithmonë e ka fal namazin në safin e parë. 40 vite. Ibn Mubareku, Sejidut Tabi'in, zotriu i tabiinëve, që kur nuk e ka lënë namazin me xhamat. Dhe lere që nuk e ka lënë namazin me xhamat, por gjithmonë është falur për 40 vite me radhë në safin e parë. E sa neve na ik namazin. Nuk po themi të dalim në safin e parë, po sa herë na ik namazin me xhamat dhe nuk brengosemi fare. Transmetohet nga Ibn Omeri se kur ikte namazi me xhamat, sidomos namazi i yacis, ai shkonte dhe e falte 25 herë namazin në mënyrë që ta dënoj vetveten dhe t'i konsiderohet si 25 herë namazi me xhamat siç falet nëpër xhamia. Transmetohet gjithashtu për Muhammed e Tejmi, i cili ka thënë: 40 vite, 40 vite, nuk me ka ik tekbiri i parë në namaz. Për 40 vite me radhë, nuk me ka ik tekbiri i parë në namaz me imamin, përveç në ditën kur me ka vdek nëna. Përveç në ditën kur me ka vdek nëna dhe atëherë kam plotësuar 25 herë në mënyrë që të arrij shpërblimin e namazit me xhamat. Subhanallah. 40 vite. Nuk i ka ik tekbiri, vetëm ditën kur i ka vdek nëna. E ne me qëllim, duke u rahatuar, duke pirë çaj, dhe duke fol fjalë dhe duke nejt në mezhlise të kota, na ik namazet me xhamat e nuk ndihemi fare fajtor dhe ja kthejmë shpinën këtij nimeti dhe kësaj begatie të madhe. Gjithashtu, thot Ibn Dhahab, e kam parë Sufjan e Thaurin pas akşamit, që ka fal namaz dhe ka rënë në sejdë dhe nuk është ngrit nga sejdja deri në namazin e yacis. Atë shumë janë përqendruar dhe janë lidh me Allahun azza wa jall përmes namazit. Kishte nga gjeneratat e para që atë shumë ishin të përqendruar në namaz, saqë vinin zogjet dhe qëndronin mbi kokat e tyre dhe mbi krahët e tyre, duke menduar se është një muri i cili nuk lëviz, nga përqendrimi i thellë që kishin në namaz. Pra, vëlla i dashur dhe motër e nderuar, këto janë tekstet, këta janë shembujt, këto janë objektivat e njerëz prej ibadeteve më të rëndësishme në dinin islam, namazit. A thua vallë, si qëndron ti me namaz? A i koncentruar në namaz? A e falë rregullisht namazin, apo nuk të dhimbë se të fare humbja e një namazi, urdhër i Zotit fuqiplot? Ose ti vëlla dhe motër e nderuar që ende nuk e fal asnjë namaz dhe mendon që do të jetosh gjatë dhe mendon që ti e din sa ta ka caktuar Allahu azza wa jall ymrin dhe jetëgjatësinë tënde. Allahu tha: "Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dhe njeriu nuk e din fare nesër se çka do të veproj. Njeriu nuk e din fare nesër se ku do ta zërë vdekja atë. Andaj, mendoje që vdekja do të zej sot apo nesër. Së shpejti, nuk ka kohë.
Kthehu tek Allahu Azza wa Jall me namaz. Kthehu te njëra prej gjendjeve më të bukura shpirtërore për besimtarën musliman dhe muslimane. Pendohu tek Allahu Azza wa Jall, lidhu me të fuqishëm, nga se vdekjes nuk i dihet. Allahu Azza wa Jall vdekjen as nuk e shtyn përpara, as nuk e kthen mbrapa, por vjen në momentin dhe në orarin e caktuar. Mirë për atë person që e zë vdekja e ende nuk është kënaqur me këtë gjendje shpirtërore të cilën na ka sjellur dhe e sjell vazhdimisht në jetën tona, namazi dhe vetëm namazi. Deri në takimin tonë të radhës, lutim Zotin që Allah të na bëj neve dhe pasardhësit tonë pjesëtar të namazit, dhe të na bëj prej atyre të cilët në ditën e gjykimit bëhet shkak namazi i falur, që Allahu të na falë dhe të na fusë në xhenetet e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.